Një pushim në besim është një pushim në marrëdhënie me Perëndin. Dhe një pushim në marrëdhënie me Perëndin është një pushim në besim. Kur të vi biri Perëndis, a do gjej besim? Apo do të gjej në pushim? Dhe e vërteta është që shumë nga ne sot duam edhe themi që unë do bëhem si apostulli Paul. Unë do bëhem si dishepujt e Jezusit. Me fjalë, do që të kesh veprat atyre dhe do të bësh pjesë e atyre. Por ai pyeti ata, a bën ata pushim në besim? A shkuan ata në pushime e thanë, shko, tani ta lëm pak të Zotin, s'ka gjë se aty është kisha, të dielën tjetër ose për një muaj shihemi prapë. Shkojmë edhe dëfrehemi, pa kuptuar që në dëfrim mund të jetë rrenja për të cilën Satani mund të gjejë mënyrën për të hyrë në jetën tënde. Në dëfrim është sipër, sepse fjala e Perëndis thotë, Satani dridhet rreth e rrotull 24 orë këtë përpi. E ngushtë është rruga, vëlla, çana ke thënë tani? Ku të vëm? Na i preve dhe ato pushimet. Jo, Zoti ka siguruar që ti të dëfrehesh në të dhe ai të dëfrehet në ty. Dhe ti do jesh i kënaqur, ti do jesh i çliruar, ti do jesh i bekuar. Kështu që një pushim në besim është një pushim në marrëdhënie me Perëndin. Dhe një pushim në marrëdhënie me Perëndin është një pushim në besim.